Une çka më shtenit që të garoj për kryetar komune për arsye se banorët e komunës Saraj gati 20 vjet kanë probleme esenciale të përditshme me ujë të pijshme, me kanalizimet jo funksionale siç është Shati Bojan, Llaskars, Bukoviç, Kopanec dhe gjithë regioni. Kanalizime nuk kanë, edhe ato një pjesë e kanalizimeve janë jo funksionale. Unë kandidoj për komunën e Sarajt për arsye se za kanalizacja zborów zawoda i da ne završuvat parite po potreba na budžetski. Da. Unë mu më shtini të garoj për kryetar komune për arsye se komuna e Sarajt, qytetarët e komunës Sarajt banorës si që janë Shati Bojan, Llaskars, Bukoviç, Kopanec dhe ma gjarë nuk kanë kushte elementare ujë të pijshëm mbi 20 vjet, edhe kanalizimet, fekalujnat e zeza janë jo funksionale, të cilat dedhen në vende publike dhe nuk s'kan as filtrime as gjë. Edhe buxheti i shtetit, buxhetet parat e komunës të harxohen për qëllime donacione në vendin e dur, jo të shkojnë në xhepa private, të marrin rruga njerëzit, ndryshëm edhe të harxohen pa lidhje parat e banorëve, qytetarëve të komunës Saraj.